E dini se sa gjatë jeton njeriu sot? Tani po ja u tregoj. Kush nga ju më thot sa njerëz në botë ka që kanë të i kaluar 100 vjet? Mund të më thoni? Aktualisht, tani që po flasim së bashku, në botë janë gjysmë milion njerëz që kanë arritur 100 vjeç. Po, është një çmenduri, shumë pak flitet për këtë, por tani do t'i tregoj disa sekrete që duhet të dini. Kush është rastisht e t'i bëj like faqes shihni sërish, ndjesje them gjithmonë, ju përqafoj të gjithëve, faleminderit që jemi për herë këtu bashkë. Është bërë një studim kohët e fundit dhe është vënë re që me këtë ecuri që po bën tani njeriu, brenda vitit 2100 njeriu do të jetojë në një mesatare 130 vjet. Po, 130 vjet. Pra, unë sot jam 56, okay? Merreni me mend 130. Pra, bëj edhe edhe 60 vjet tjera, sa i bie? 130 vjet i thotë 70 vjet. 70 vjet, unë më mjaftoni dhe 50 vjet tjera. Bëj shaka. Atëre, po thosha që vetëm nuk mund të jetohet në këtë shoqëri. Pra, ti jetosh vetëm, pra do më pëlqente mua, do ju pëlqente të gjithëve që të jetonin gjatë. Por të jetosh vetëm ti 130 vjeç dhe gjithë familjarët e tu nuk janë më, është e rëndë. Kështu që unë do të dëshiroja që të gjithë të jetonin kaq, pra 130 vjeç. Ose nëse do jetonin më shumë 200 vjet, por të gjithë. Ose nëse do jetonin të gjithë 50 të gjithë. Pra, sepse njeriu është ndërtuar i tillë, pra të jetojë këtë jetë, pra këtë aktualen, me njerëzit që ka, me shoqërinë që ka, dhe me atë ecuri që ai ka bërë gjatë jetës. Është bërë një studim, siç ju thash, dhe studimi ka treguar që në bazë të disa testeve, njeriu me kalimin e kohës do jetoj më mirë dhe do jetoj më gjatë, dhe do arri deri në vitin 2100 do arri mesataren 130 vjeç. Po pse do arri në këtë status? Dëgjojeni. Duhet të dini, nëse keni vënë re, kohët e fundit që të gjithë po ta shikoni edhe në kanalet tona, aty ku flas dhe unë shpesh, çdo ushqim që ne ham na bën dëm. Vjeni re. Nëse flet për mishin bën dëm, nëse flet për disa fruta të bëjnë dëm. Pra, nëse ti ke disa parametra të këqija në trupin tënd, disa fruta bëjnë të kundërtën. Nëse ti je vegetarian, shfaqen probleme të tjera sepse ty të duhet kalori, për shembull, të disa gjërave që ti nuk i ke marr. Ose anasjeltas, nëse ti je shumë mishngrënës dhe ku ta di un pi gjak apo ku ta di un, ty të mungojnë disa gjëra që ti, duke mos qenë vegetarian dhe vegan, të mungojnë disa gjëra që nuk i ke marr. Pra, i keni vënë re që të gjitha këto që secili thotë që ky të bën dëm, bile keni një studiues, një biolog italian, që ai thotë që qumshti bën dëm, kosi bën dëm. Dhe ai ta tregon në mënyrë shkencore se pse bën dëm. Por jo të gjithëve u bën dëm, dhe jo të gjithë nuk duhet të konsumojnë, por disa e konsumojnë, disa duhet ta konsumojnë. Jo vetëm kosin, për shembull dhalla është tepër e rëndësishme për disa gjëra, por ka disa që nuk duhet, disa njerëz që nuk duhet ta pinë dhallën. Pse po e them këtë? Sepse në të gjitha këto studime, që të gjithë kanë të drejtë. Pse? Sepse tani njeriu, pra shoqëria, është zgjuar dhe po kupton që disa nga këto gjëra, disa nga këto ushqime bëjnë dëm. Dhe jo vetëm që i bëjnë dëm dhe rrisin disa sëmundje ose i nxisin disa sëmundje, por bëjnë dëm edhe në përgjithësi për qelizën, sepse bllokojnë qelizën. Dhe nuk ka më atë ciklin e saj biologjik, ciklin e Krebsit, quajtur kështu. Pra nuk formohet cikli i Krebsit. Tani, nëse do t'i futemi në ollësi çdo studimi të tillë, nëse për shembull do themi si është e mundur që sot ka gjysmë milion njerëz që jetojnë aktualisht 100 vjet, që kanë 100 vjeç, që janë 100 vjeç. Gjysmë milion njerëz. Asnjëherë në të gjitha epokat e njeriut nuk kishte ndodhur një gjë e tillë, kurrë.
Dhe është pikërisht pra sepse njeriu tani ka filluar që studion vetveten. Më përpara nuk kishte kjo gjë, nuk si mund ta studioj, s'kishte biologji. Biologjia ishte thjesht për të njohur disa barna, disa gjëra të vogla, por nuk kishim laborator si sot që të ekzaminonim grimcat dhe qelizat. Dhe sot me teknologjinë që kemi, me shkencën që kemi, ne kemi kuptuar disa gjëra të rëndësishme që jo vetëm për trupin ton, por edhe për ambientin ku gjendemi dhe për grimcat, universin, energjin, ku ta di unë, për të gjitha, ne jemi shumë të informuar. Dhe pikërisht informacioni ka bërë që ne të jetojmë kaq gjatë, sepse ti e kontrollon veten, sepse studion, shikon, përveç se ke mjek afër, ke specialist e tjerë. Pra, informacioni është thelbi i të gjithë kësaj që po them. E di ku doja dilja apo jo? Pikërisht pra tek informacioni, tek ato informacione që japim çdo ditë këtu. Kur e fillova që t'jepja informacione, duke filluar që nga viti 2011 që me emisionin Enigma, shumë njerëz ishin ata që më njihnin e kishin kuptuar që kishte diçka në ato që thosha, diçka të vërtet. Por shumë nga këta që shikonin fillimisht emisionin Enigma, që unë fillimisht thoshja që e ka thënë ai profesor, e ka thënë ai doktor, pra e ka thënë dikush tjetër duke mos patur grada, unë ja hidhja të tjerëve. Kështu që nuk do ta merrnin me mua, por do ta kishin me dikë tjetër. Dhe shumë kritikonin ata. Merrni më po të thoshja që jam unë ai që i them. Do kritikonin mua. Kështu që çfarë bëra? Dal nga dal, me kalimin e kohës, këto informacione kuptuan që të gjithë që janë tepër të rëndësishme, sepse në qoftë se informacionet, sepse, shiko, trupi njeriut, koka, jo trupi, truri njeriut është kompleks. Ne nuk e dim, edhe pse ne kundërshtojmë një informacion, ne nuk e dim që ai informacion hyri në trurin ton. Për shembull, në bisedat që po bëj tani, dal nga dal, se ju në sintez kuptoni që ato që them në sintez, kuptoni që ato që them janë reale, janë aktuale dhe janë të vërteta. Por ju nuk do ta kujtoni që të gjitha të bisedë që po flas tani. Por informacioni u fut në mendimin tuaj, pra u fut në trurin tuaj dhe kjo është e rëndësishme. Dhe dal nga dal ti duke mbledhur informacionet, ti i përdor ato. Vetvetiu ato të vinë. Pra ti pa e kuptuar, të vinë informacione dhe ti i thua në momentin e dur këto informacione. Kur ty të nevojitet, ndes shkëndijën, shkrap dhe thua informacionin. Pra, këto copëza, këto informacione që po themi çdo ditë, janë ato që unë që nga viti 2011 vazhdoj që të mbjell, si mund thuhet, për të gjithë juve. Dhe e bëj me gjithë shpirt. Ja, sa po pim kafen tani me shokët, po më presin. Njëri kishte ndezur makinën këtu, se do ikim në punë, dhe i thash, prit pak, ishte ndez, po e fiku pasë se ja bëra me dorë. Dhe po thoshja që gjej momentin që të informoj, me aq sa mundem. Sepse së bashku, e para një që është një dëshira ime, që t'i fal informacionin dikujt, t'ju au fal juve. Dhe e dyta, më pëlqen që diskutimet e përbashkëta, unë mësoj nga ju mësoni nga unë, dhe kjo është e rëndësishme. Sepse çfarë ka jeta nëse nuk do mësojmë dhe nuk do kuptojmë se çfarë kemi bërë gjatë kësaj jete, pra sensin e jetës. Dhe një gjë tjetër, nëse keni vënë re, në të gjitha rrjetet sociale, në të gjitha platformat, u hap edhe një platformë e re tani që e kam parë, në të gjitha platformat keni, me fjalë, janë videot më të shpërndara me sa kam parë unë, janë videot e mia. Pse? Pikërisht pra sepse njeriu ka filluar të kupton që këto janë informacione të vërteta, nuk është se i shpika, por unë thjesht i përcjell. Nga njëra anë më vjen keq për ata që i marrin dhe i shkarkojnë dhe i vendosin nëpër kanalet e tyre. Por sepse kështu njeriu, pra juve, shpërndajeni. Duke u shpërndar, nuk është mirë. Dhe unë do dëshiroja që mos ti shkarkojnë këto video. Futen këtu nëpër kanale, në kanalet e mi. Mani mend që kanalet e mi janë vetëm Nadir Mura, nuk ka asnjë kanal tjetër me emra të tjerë. Por kanalet e mi janë vetëm Nadir Mura. Kudo që të shkoni, Nadir Mura. Kaq. As fan,
as Nadir Mura Albania, apo qa i themun, apo ato kanale që janë hapur dhe vazhdojnë të hapen çdo ditë. Pra, kanalet e mi janë vetëm Nadir Mura dhe pik. Dhe do ju lutesha të gjithë juve që shkarkoni këto video, ju lutem, mos shkarkoni më video. Mos shkarkoni. Sepse përveç se shpërndahet publiku, unë bëj një punë kolosale për të gjithë. Nuk e bëj vetëm për ju, por e bëj për të gjithë. Dhe do të dëshiroja që kjo punë të mbetet këtu, mos të shkoj diku tjetër, sepse publiku shpërndahet. Dhe nuk është mirë. Dhe tjetra, tani kohët e fundit, po mendohet për një platformë që të përmbrojtjen e të drejtave. Mbajini mend, do dal shumë shpejt. Dhe unë jam i detyruar pastaj që të bëj report. Sepse është puna ime. Unë nuk vjedh asnjë punë, askujt. Keni parë ju të marrë videot në njërit në t'i vërë tek videot e mia, tek kanalet e mia? Asnjëherë. Pra, do vi momenti, si që thash, gjitha jo punë që do bëni me muaj apo me vite, do ja ufshin kanalin për një ditë. Kështu që do të lutesha, mos e bëni. Ju lutem. Ja ku janë këtu informacionet, diskutojmë këtu së bashku dhe kaq. Tani, te i këtyre shtesave, ose prapa shtesave, të mbani mend, si që thash, që brenda vitit 2100, njeriu do të jetojë deri në 130 vjet. Brenda vitit 2100. Sepse njeriu tani thash ka informacionin. Pikrisht ato informacione që japim ne. Dhe duke patur informacionin, ai ka më shumë kujdes në ushqimin e tij dhe se si e jeton këtë jetë. Kështu që fillojeni dhe ju nga sot, ditën e mirë, punë të mbar dhe ju përqafoj. Hajde.